Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimi të kanë Allahut subhanahu wa ta'ala, I cili ka zbrit librin e tij, Kur'anin, mëshirë, udhëzim, ilaç, dritë, paralajmërim dhe përkujtim për njerëzimin. Dhe ka premtuar shpëtim në dunja dhe në ahiret për atë I cili I përmbahet udhëzimit apo shpalljes së Allahut tebaraka wa taala, duke thënë: "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa." Ai I cili I përmbahet udhëzimit të Allahut azza wa jall nuk devion në dunja dhe nuk dëshpërohet në botën tjetër, siç e ka komentuar edhe Ibn Abasi radhiyallahu anhu. Salavatet dhe selamet dërgojmë mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, I cili jeta e tij dhe morali I tij ishte krejt Kur'an. Ishte model, ishte sqarim dhe interpretimi më I mirë I librit të Allahut tebaraka wa taala. Salavatet dhe selamet dërgojmë mbi familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtarë të cilët mundohen ta pasojnë deri në ditën e fundit. Nuk ka dyshim se prej mrekullive më të mëdha që Allah azza wa jall ja ka mundsu të dashurit e tij, të zgjedhurit të tij, pejgamberit Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, është fjala e tij, është shpallja apo është Kur'ani famëlart. Librin të cilën Allahu azza wa jall na mësoi edhe neve si besimtar për ta falëndëruar për këtë mirësi Allahun tebaraka wa taala, për këtë udhëzim dhe mësim që Allah azza wa jall ka zbrit te pejgamberi I alayhi salatu wassalam, ku thot Allahu: "Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab." Falëndërimi të qen Allahut azza wa jall, I cili ka zbrit te robi I tij Muhammedi alayhi salatu wassalam shpalljen, pra librin. Libër të cilin Allah azza wa jall e ka emruar në Kur'an me dritë, e ka emruar me ilaç, shërim për çdo sëmundje, për çdo cytje dhe dyshim që mundet me u përballu me të besimtari. Udhëzim për njerëzimin, po edhe rahmeten lil alamin, edhe mëshirë për botrat, për njerëzimin. Libër që dietarët kanë shkruajnë edhe do të shkruajnë, do të nxjerrin mësime, dobi dhe urtësi, edhe nuk do të shterret asnjëherë deri në ditën e fundit. Prej veçorive që I ka Kur'ani që dallohet është se janë disa fjali që përbohen prej 2, 3 apo 4 fjalëve, mirë po fjali që mundemi me emëru si rregulla që janë shumë përfshirëse, shumë domethënëse dhe përfshin shumë fusha apo vepra tona të përditshme që kena nevojë si në atë lidhjen tonë, raportin tonë me Allahun, me Krijuesin, gjithashtu lidhjen tonë po me familjen, me shoqërinë e kështu me radhë, për atë edhe librin që kemi zgjedhur pra me lexu dhe me komentu me juve është libri 50 rregulla kuranore të autorit Omer Mukbili, Allahu e ruajt. Me këtë është dallu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e ka thujt pra në një hadith se ka thënë pejgamberi Allahut: "Inni utitu jawamiul kalim." Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam se mu më është dhënë, pra Allahu e ka dallu me Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim është njëjtë siç e përmendëm te fjala Allahut azza wa jall, se janë fjalë të shkurta, qarta, mirë po shumë domethënëse dhe shumë përfshirëse. Me këtë është dallu pra edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fjalët e tij. Pra këtë rregulla që do t'i marrim e që I kanë zgjedhur autori prej fjalës së Allahut azza wa jall, janë të nxjerrura prej Kur'anit me lexim dhe me meditim nga ana e autorit.
Pra nuk është vetëm një temë, mirë po janë shumë tema, pra nuk e përfshin në rregulla vetëm një fush, ose vetëm një cilësi, ose vetëm një temë, mirë po përfshin shumë fusha, shumë vepra, shumë lidhje, e kështu me radhë. Le të jenë këto rregulla që do t'i marrim një pas një, ajo lidhja jon, leximi jon, meditimi jon me librin e Allahut Azza wa Jall, që ta përmirësojmë gjendjen tonë individuale, po gjendjen tonë familjare, po gjithashtu edhe gjendjen tonë shoqërore e më gjatë. Dhe le ta dimë se fjala Allahut Azza wa Jall, ashtu si tha Allahu te baraka wa taala, tha ma farratna fil kitabi min shay, nuk kemi lënë mangut në librin ton diçka. Pra çdo sen që kena nevojë për besimin ton, për sjelljen ton, për marrëdhëniet tona me njerëzit, vetëm se Allah Azza wa Jall na ka sqaruar dhe na ka mësuar se si duhet me usill dhe si duhet me vepru. Rregulla e parë thot kështu: thuajuni njerëzve fjalë të mira, e nxjerrur për fjalës së Allahut Azza wa Jall direkt, ku Allahu Azza wa Jall na urdhëron dhe thot: wa qulu lin-nasi husna, dhe thuajuni njerëzve fjalë të mira. Njeriu për nga natyra është social, është shoqëror, ka marrëdhënie me njerëz të ndryshëm, ka takime, ka kontakte me njerëz të ndryshëm gjatë ditës së tij, ka kontakt me karaktere të ndryshme, me tradita të ndryshme, me kuptime të ndryshme, e dëgjon të mirën, e dëgjon të keqen. Allahu Azza wa Jall e sjell këtë rregull në Kur'an për me na i përmirësu neve dhe se si duhet me pas në raportin ton me njerëzit të ndryshëm. Rregull që Allahu Azza wa Jall e përmend në Kur'an më shumë se një herë, direkt edhe indirekt. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. O Muhammed, thuaj robërve të mi që ta thojnë më të mirën, pra jo veç të mirën, po më të mirën. Ngjajshëm me këtë, Allah Azza wa Jall thot, ku na urdhëron kur të kemi polemik me ahlul kitabin, pra me krishterët jehud, apo në përgjithësi kemi polemik me jo besimtarët, me jo musliman, Allah Azza wa Jall tha: wala tujadil ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Mos polemizo me to vetëm sa atë që është me më të mirën, mënyra më e mirë, me fjalët më të mira. Ndërsa edhe ajeti tjetër, e që është vetë titulli apo rregulli që e përmendëm, ku thot Allahu: wa qulu lin-nasi husna, dhe thuajuni njerëzve fjalë të mira, pra njerëzve, të gjithë njerëzve. Ibn Uthejmini, kur i komenton për këto ajete, tefsirin e tij, thot se fjala e mirë, pra është për qëllim që në vete fjala më u zgjedh fjala e mirë, më e mira. Po edhe mënyra se si e thu të jetë e mirë, të jetë me urtësi, me butësi. Kjo rregull na duhet neve si besimtar për gjithçmërinë tonë, ku e kemi kontaktin me muslimonin dhe me jo muslimonin. Kemi kontakt me të madhin edhe të voglin, me të mirin edhe të keqin, e veçanti brenda familjes tonë, marrëdhëniet tonë me prindin, me gruan, me fëmijët, po bile edhe me shërbëtorin apo me punëtorin. Shembull konkret për këtë rregull na mëson Allahu Azza wa Jall në raportin ton me prindin, ku Allahu na urdhëron dhe thot: wa qul lahum qawlan karima, dhe thuaju te atyve fjalë të mira, të ndershme, të buta. Ndërsa për lypsin, Allah Azza wa Jall na mësoi se kur të vjen dikush me lyp prej asaj që Allah Azza wa Jall ty të ka dhënë dhe të ka nderuar, thot: wa amma sa'ila fala tanhar, edhe lypsin mos e përbus, mos e nënçmo, mos e shoj, mos e përzen. Mirë po, ja thuni fjalë të mirë, siç na mësoi Ibn Abasi në komentin e fjalës së Allahut Azza wa Jall, ku thot: thuja një fjalë të mirë, thuj që inshallah kur të kam mundësi, kur të na jep Allahu dhe na të japni, kur të kena parasysh, e kështu me radhë. Mirë po jo me përbus, jo me shoh, jo me nënçmu, e kështu me radhë.
Në raportin ton me gjahilin, me ignorantin, Allah Azza wa Jall kur i lavdëron besimtarët, robët e tij, besimtarët e devotshëm thot: "Wa ibadur rahman", robët e Rahmanit, robët e Allahut Azza wa Jall, besimtarët e devotshëm të lartit, thot janë ata të cilët wa idha khatabahumul jahilun, kur t'ju flasin gjahilat, ignorant, me diçka që ata nuk e pëlqej, me diçka që është e ult, apo ndoshta është fjalë e dytë. Allah Azza wa Jall tha: "Qalu salama", ata thojnë paqe. Ibn Xheriri, Allahu e pas të mëshiru në komentin e tij të ky ajet thot besimtarit kur t'i flet gjahili me diçka që ai nuk e don, nuk e pëlqen, nuk është e mirë, thot i përgjigjen me fjalë të mira, me fjalë drejta, jo me ignorancë, sikur niveli i gjahilit ignorantit. Mirë po, ata janë të angazhuar me shumë çështje shumë më të larta, shumë më të mëdha, shumë më të rëndësishme, nuk kanë kohë që ata me ja kthy ignorantit me nivelin e tyre, me fjalë të ulta që ata i thojnë. Prej shembujve që neve na mërzisin, e që është si fenomen, nuk mundemi me e mohu, nuk mundemi me anashkalu, kur dëgjon se ki jo musliman, jo besimtar, sidomos në Perëndim, që janë të njoftur për buzëqeshjen, mirësjelljen dhe edukatën që kanë ndaj njerëzve në përgjithësi. Ndërsa nga ana tjetër, e kena besimtarin, i cili e lexon fjalën e Allahut Azza wa Jall, edhe pretendon se e respekton dhe mundohet me praktiku në jetën e tij, i cili e lexon dhe mëson sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe prap nuk e shef në praktikën e tij, nuk e shef në jetën e tij, në punën e tij, sjelljen apo mësimin që na mëson dhe na urdhëron Allahu Azza wa Jall neve si besimtar, wa qulu lin-nasi husna, edhe thuajuni njerëzve fjalë të mira. Në surën Al-Isra, Allahu Azza wa Jall na tërheq vërejtjen edhe na paralajmëron për një fund dhe përfundim të hidhur edhe dëmshëm për neve si shoqëri nëse na nuk e përfillmi këtë rregull që Allahu Azza wa Jall na mëson. Allahu thot, siç e përmendëm më herët, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, thuaju ti njerëzve që ata ti thojnë fjalë më të mira. Pas këtij ajeti Allah Azza wa Jall thot, inna ash-shaytana yanzagu bainahum, se shejtani mundohet me mbjell, me nxit urrëtie, telashe dhe ngatresa armiqësi në mesin e tyre. Allahu na dhasht edukat në fjalët tona, në veprat tona, si dhe në raportet tona me njerëzit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.